Si e shihni, si e vlerësoni këtë situatë, zoti Mushkolaj? Kjo me çështën e liberalizimit është lujt shumë, edhe qeveria aktuale e ka keq përdorur në farë forme. Qytetarëve të Kosovës duhet bëhet qartë se liberalizimi i vizave nuk ka lidhje me procesin e integrimit evropian. Janë dy procese krejtësisht të ndahme. Sa i përket procesit të integrimit evropian, na nuk jemi fare në proces, për shkak se ne nuk kemi marrëdhënie kontraktuale me BE-n. Ne, respektivisht institucionet e Kosovës përpiqen të plotësojnë disa kushte jashtë procesit në momentin që pastaj kur të krijohen kushtet, eventualisht pas njohjes nga 5 shtetet e BE-s që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, të hyjet në proces dhe të vendosen marrëdhënie kontraktuale. Për liberalizimin e vizave është thënë se nëse dialogu fillon në dhjetor, atëherë mund të pritet diku që në dhjetorin e vitit 2014 pritet liberalizimi i vizave, 2013 në fakt, të pritet liberalizimi i vizave, që është shumë logjike të marrë parasysh edhe përvojën e vendeve të rajonit, nevojitet spaku një vit për plotësimin e atyre kritereve që Bashkimi Evropian respektivisht Komisioni Evropian i quhen teknike, ndërkaq nevojitet gjithashtu një vit tjetër së paku për ratifikimin e atyre marrëveshjeve që arrihen respektivisht për ratifikimin e gjitha nga parlamentet e vendeve anëtare. Kështu që liberalizimi i vizave thjesht nuk është fare pjesë e integrimit evropian. Ne kemi dëgjuar edhe si deklarata të zom për shembull nga Ministria e Integrimit Evropian që në një farë forme siç u prezantua në media, liberalizimi do të ndodhë qysh vitin e ardhshëm madje në qershor, që është deklarim skandaloz. Nëse flasim se ka mundur të shkojmë ma tutje ose ma shpejt me liberalizu viza, duhet të kemi parasysh se disa kritere duhet të plotësohen, ato nuk janë plotësu. Nëse flasim për tazom regjistrin civil, ajo është i pa plotësuar dhe pritet që kopjet ose kopjet originalit, siç e ka shpik këtë shprehje zonja Edita Tahirit, kthehen nga Serbia dhe të plotësohet regjistri civil. Na mungon sistemi unik i adresave, që është tash tek në fillim mendimin e Komisionit Evropian, ndërkaq ato trumbetimet se do të japen pasaportat biometrike janë thjesht fjalë të kota. Pasaporta biometrike është vetëm një kriter teknik i cili nuk lun rol të madh në liberalizimin e vizave. Ne mund të kemi pasaporta të mbajmë 2 vjet në shtëpi edhe tu thojmë normalisht që kemi tu deri tash shkojmë të kërkojmë vizë nëpër ambasada. Është një proces i cili më shumë qysh unë shoh ka karakter ose ndikim psikik të qytetarët, për shkak se më shumë kjo çështja e izolimit për ata që udhtojnë në thatë zona Dorguti që nuk kanë para të udhtojnë si u liberalizuan si nuk u liberalizuan është njësoj, ata që udhtojnë edhe ashtu që kanë nevojë udhtojnë mirë, po normalisht që është më mirë kur nuk ke nevojë të shkosh kërkosh vizë se sa kur shkon edhe pret para ambasadës, për shkak se sinqerisht është një fymje që u bëhet qytetarëve të Kosovës, po vetëm duhet ta kemi parasysh se kjo çështje është çështje teknike, pavarësisht se kur merret vendimi është politik. Këtë nuk duhet harru. Mirë, po ndihet Kosova e përjashtuar nga BE-ja në këtë rast, pasi që po Kosova nuk njihet nga 5 shtetet e BE-s, nuk njihet nga e gjithë BE-ja, pavarësisht se përpiqen të gjenden modalitete që edhe Kosova të përfshihet, e thash, në këto proceset integruese, edhe pse jo zyrtarisht. Tazon Komisioni Evropian paraqet ose krijon raport progresi edhe për Kosovën, sikur se krijon raport progresi edhe për Turqinë, për shembull, e cila nuk është pjesë e integrimit evropiane, edhe na tregon se ku jemi tazom. Kështu që në farë forme është ai skanimi që i bëhet gjendjes në vend, edhe në një plan që duhet ta kenë institucionet e Kosovës për ta përmbush. Domethënë një plan qeveritar, në thojza, që i ofrohet qeverisë dhe institucioneve për ta përmbush në mungesë të një plani adekuat ose në mungesë të një plani faktik që qeveria e Kosovës non-stop thotë që e ka, po që realisht nuk e ka. Komenti juaj, zoti Mazdrekun Viktor? Pajtohem me zotin Mushkolaj që është proces teknik më shumë, që duhet plotësohen disa kushte teknike që edhe ne ta gëzojmë atë drejt sikur që e gëzojnë gjithë qytetarët e rajonit që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian. Tash do të ndodhë për 2 vite apo 3 vite, besoj që është nis kjo rrugë dhe do të përfundoj. Inshallah do zoti për 2 vite që edhe ne kemi pjesë. Fal zotit, jemi gjithë optimist sikur ju. Vetëm shtoja diçka nëse ka mundësi. Zakonisht këtu qytetarët e Kosovës keq informohen me qëllim.
konsideroj për shkak se nëse një zyrtar i qeverisë bën një vizitë në Bruksel, edhe ku diun takohet me baroneshën Ashton, flet për liberalizim të vizave. Ajo nuk ka lidhje në këtë proces. Nuk ka lidhje, kjo është çështjes e ministrave të brendshëm, është çështje e komisionerës brendshme zonjës Malmström. Nuk ka lidhje as baronesha Ashton, madje as komisioneri Fyle. Po neve si qytetar na shiten këto prej Brukselit. Thot u takum ku diun me ex deputetin ose me ex përfaqësuesin e deputetëve, edhe ai na tha kështu se do të liberalizohet më në viti. Punë e madhe se ai deklaron kështu për shkak se nuk ka përgjegjësi e tij. Ne si qytetar duhet marrim më shumë informata kush është përgjegjës për liberalizimin e vizave. Baronesha është përgjegjëse për çështje të sigurisë dhe çështje të jashtme. Kështu që këtë rast shumë e rëndësishme është se çka thot komisionera e brendshme aktuale zonja Malmström se sa çka thot baronesha Ashton. Po këto në mungesë edhe të informatave që në përgjithësi qytetarët e Kosovës i kanë për Bashkimin Evropian dhe për integrimet evropiane, ne i marrim si të mirëqena dhe i pranojmë tilla. Janë të kuptueshme marketingu për vetveten ose për institucionin që përfaqëson. Janë shumë të kuptueshme. Po në rregull, ata e bojnë marketingu, po duhet të jetë reagimi adekuat edhe prej shoqërisë civile dhe prej qytetarëve, për shkak se unë e kuptoj se ata e bojnë një takim, i buzëqesh ministrja me zotin Fyle dhe na e marrim se diçka të kryme. Mos kthejmë tash para lufte kur na shitet çdo takim me ku diun me një kongresist shumë të rëndomt amerikan si na pranon pavarësinë e Kosovës, nuk po duhet hyn ato gjana tash. Zonja Durguti, për juve më e rëndësishme është lëvizja brenda territorit të Kosovës se sa liberalizimi i vizave. Para liberalizimit të vizave, prioritet për këtë qeveri do të jetë marrja e territorit nën kontroll. E dyta, shumë e rëndësishme zhvillimi ekonomik i këtij vendi, se për cilën qeveri po mendoni? Për qeverinë aktuale që është aktuale. Sepse është shumë rëndësishme që edhe po të synojmë integrimet evropiane, është rëndësishme apo hyn si një popull i barabartë me një zhvillim ekonomik dhe kriteret cilat vinë pastaj në vijim që kërkojnë për integrimet, apo po hyn si lyps në BE. Edhe çështja për cilën duhet brengosën institucionet e Kosovës është se Serbia fiton statusin e kandidatit duke pas brenda kushtetutës së saj edhe Kosovën si pjesë përbërëse të saj. Domethënë, nëse Serbia e fiton kandidaturën duke qenë se brenda kushtetutës së saj ekziston edhe Kosova si pjesë e saj, kjo është problemi për cilën duhet brengosë qeveria e Kosovës. Kur jemi të integrimet, ne jemi një vend shumë i vogël dhe nuk mund t'i shmangemi integrimeve. Ne nuk e kemi fuqinë as ekonomike, as ushtarake, as politike, sikurse Turqia për shembull, që nuk është shumë e interesuar. Po hyni mirë, po tash po shihet në zhvillimin e fundit që nuk është e interesuar, është faktor ashtu si është edhe nuk ka nevojë për Bashkimin Evropian. Ne edhe po duam që të funksionojmë si ishull nuk mundemi, kështu që ne nuk thash të funksionojmë si ishull. Jo, absolutisht, po është një proces në cilin ndeshëm ne jemi të përfshim. Ne jemi të përfshim ose do të jemi të përfshim edhe zyrtarët. Shumë që kanë me qenë zhvillimet me trondit që i ka tash Evropa, Bashkia Evropiane me shumicën e shteteve që i ka anëtare. Do me thonë me Greqinë, me Italinë, me çka po ndodh në vijim të shohim si do të jetë deri në momentin e integrimit të Kosovës do të shkojë edhe një dekadë. Ata shkatrohet Bashkia Evropiane. Se edhe një dekadë spaku do të jetë kjo. Shumë e lartë. Është shumë optimiste një dekadë. Unë e shoh si proces do ta ketë fatin ajo qeveri që do të jetë momenti kur ti vijë koha dhe momenti që Kosova ty aty qetë pjesë përbërëse Bashkimit Evropian, është proces që ne duhet me lujt rolin ton, besoj si shtet, si kom, si faktor i vogël apo i madh i regionit, dhe në moment kur vije koha, momenti i saktuar, ky proces do të kryhet. Sfara shumë për neve. Nga se integrimi për në sfara kush qasja e qeverisë. Jo, mendoj që ka prioritetet tash, varet të puna, varet me barikada, nuk e kontrollon territorin e vet, nuk ka zhvillim ekonomik, e ka papunësinë shumë të madhe, ka shumë probleme që i ka tash për tash me izgjedh. Ajo është krahas asaj diçka që nuk marrë shumë. Llogaritën si të arritur në integrim, absolutisht. Se para dush mi pas kufit e tu definum, për me shku edhe në BE dush mi pas mas pari kufit e tu definum. Jo për BE, po për liberalizim të vizave. Nuk mund të ketë liberalizim nëse nuk i kontrollon kufitin. Është i bërë një nxemje të muskujve, do të me faktorin serb atje. Dhe këfori moment kur e merr dritën jeshile që ta zbatoj planin ose t'i hap rrugë do t'i hap. Është lojë lëvizje taktike më shumë mund ta konsideroj këfori. Unë nuk i di ato teoritë e konspiracionit për çfarë. Mirë, në rregull, mos kalojmë në një temë tjetër. Informacione, veç ato që shohin lajme dhe çaçur, ma tutje nuk di ku merr dritën e gjelbër, kush do të jetë masanej, kush involvohet në konflikt me atë, edhe kështu nuk e bën asnjëherë. Ka një komandë nuk e bën asnjëherë.